Edhe deputetët e rinj po flasin në emër të popullit, por ashtu si deputetët veteran, ata e nisën mandatin duke përlar taksat e qytetarëve përmes dietave, përveç pagës mujore 3.1 milion lek dhe 770.000 lek për karburant, telefon dhe mbledhje komisionesh parlamentare. Në faqen zyrtare të Kuvendit është publikuar pasqyra e përfitimeve financiare të deputetëve për muajin shtator 2025. Në kolonën dieta për udhëtimet brenda vendit, konstatohet batërdia e dietave që kanë marrë 55 deputetë të rinj në PS, PD dhe Partinë e Lirisë. Ata e filluan mandatin më 12 shtator 2025 dhe u betuan se do të punojnë për hallet e popullit, por për 2 javët e para të mandatit kanë marrë nga 744.000 deri në afro 1.5 milion lek dieta. Kanë deklaruar se kanë qenë në zonat e tyre elektorale për takime me qytetarët dhe kanë dorëzuar në zyrën e financës së Kuvendit për tetime për fjetje në hotele, ndërsa kuota ushqimore është e përcaktuar 140.000 lek në ditë. Sipas listës që publikon pamfleti, dieta kanë marrë deputetë të qarqeve Durrës, Lezhë, Shkodër, Kukës, Dibër, Gjirokastër, Vlorë, Berat, Elbasan, Korçë, të cilët i kanë shtëpit atje. Ndër deputetët e rinj të PS dhe PD që kanë përfituar nga 1.489.000 lek për 2 javët pas nisjes së mandatit janë Gjingjoni, Kliti Hoti, Josefina Topalli, Bora Muzhaqi, Zegjine Çaushi, Tërmet Peçi, Skënder Pashaj, Igli Cara, Gjenis Çela, Klodiana Çapja, Ilva Gjuzi, Kiduina Zaka, Loer Kume, Luciano Boçi, Manjola Luku, Mariana Koçeku, Aulona Bylykbashi, Piero Dhima, Bledi Çomo, Blendi Himçi dhe të tjerë. Ndërsa deputetët e rinj që kanë marrë nga 744.000 deri në 1 milion lek janë Bart Spahia, Sara Mila, Tedi Blushi, Agron Gaxho, Ana Dajko, Ani Dyrmishi, Ardit Bido, Iris Luarasi, Belind Kolliçi, Besar Xhaferi, Brunilda Haxhiu, Eno Bozdo, Agron Malaj, Gen Strazimiri, Erald Kapri dhe të tjerë. Edhe deputetët veteran vazhdojnë të marrin miliona lek shtesë mbi pagat përmes dietave dhe shpërblimeve mujore për karburant, telefon dhe pjesëmarrje në komisione parlamentare. Rasti tipik është Niko Peleshi. Përveç pagës mujore 3.9 milion lek si kryetar Kuvendi, në shtator 2025 mori 1.9 milion lek dieta si deputet. Ai merr edhe 290.000 lek në muaj për impulsim qiraje, si pas 3 në Tiranë, megjithëse në Tiranë zotron 3 apartamente. E pse mos i marrin? Taksat e shqiptarëve janë.